edhe një motiv shtesë. Një motiv shumë i madh. Po ju them diçka që nuk dihet. Ardhja e zotit Morina në dhomat e zhvesjes e Ilirit, nga trova. Prindit, a? Të prindit të Erionit, edhe të vllajt të Erionit në dhomat e zhvesjes, ka qenë një adrenalin shumë e madhe. Po ju them këtë që kam vite që bëj futboll, kur ai ka ardhur dhe ka mbajtur një fjalim 20-30 sekonda, ajo tha një diçka që t'len shumë, tha Erioni është këtu mes nesh. E ka dashur, është një diçka që ti hyn si Formula 1 në lojë. Ajo ka qenë dhe një shtys shumë e fortë, shumë e madhe. Biles e përshëndes Ilirin, faleminderit shumë. Edhe janë këto gjërat e vogla që ndonjëherë bëjnë atë adrenalinë që t'jep loja. Po ka qenë një emocion i papar dhe koreografia e tifozave. Pa diskutim që edhe një prej, duke mos jam mohu asnjëherë se që na folën veç për vushtrien, po absolutisht llapi, domethënë ka mund me qenë presion veç nga ona psikologjike, sepse një llap me gjithë këtë futbollorëve, me këtë kualitet, me ron barazh, ka mund veç me qenë ona psikologjike si ngarkesë për ata. Për ndryshe, vushtria, me sa kam dëgju unë, kanë kërku që me lujt në Fadil Vokri, e që ja ka dhonë një favor automatikisht lapit, sepse në momentin që lapi ka lujt në stadion... Jo, ka qenë e bërë nga federata, jo. A nuk e di, unë kam mendu që ka qenë kërkesë... Jo, unë kisha dash të klim për vetë.